që një foshnjë 2 muajshe ka ndërruar jetë në një spital në Tiranë pasi u transportua me urgjencë për trajtim të specializuar. Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se shkaku lidhet me keq-ushqyerjen. Sa vendimtare është ushqyerja në muajt e parë të jetës së një foshnjëje? Po, ushqyerja me gji është vendimtare në ecurinë e shëndetit, të rritjes dhe të zhvillimit normal të fëmijës. Por, tek fëmijët prematur, problemi është akoma më delikat, sepse fëmijët nën pesh kanë probleme të tjera që shoqëruese, sidomos ato që lindin nën 2 kilogram, mund të bëjnë hipoglicemi, rënje të sheqerit dhe deri në konvulsione. Zakonisht shoqërohen me temperaturë të ulët, trupore, dhe mëtej preken më shpesh nga infeksionet e zakonshme. Në praktikën tuaj, doktoresh, cilat janë gabimet më të shpeshta që bëjnë prindërit në ditët dhe muajt e parë pas lindjes? E kemi fjalën për fëmijën prematur. Problemi është tek ushqyerja. Fëmijët që janë nën 2 kilogram duhet të ushqehen 8 deri në 10 herë në 24 orë, në sasi të vogla dhe të shpeshta, edhe gjatë natës, sepse kjo siguron atë energjinë e mjaftueshme që i duhet fëmijës dhe aparatit rejtës i tyre është shumë i ndjeshëm në drejtim të përthithjes së ushqimit në zorë. Qumshti i gjirit është ideal, i pazëvendësueshëm. Unë do të thosha që qumshti në rastet e mungesës së qumshtit formul, të qumshtit të nënës, përdoret qumshti formul për fëmijë të prematur, për fëmijë prematur. Çfarë duhet të kenë më shumë kujdes prindërit kur bëhet fjalë për ushqyerjen e foshnjave, qoftë me gji apo me formul? Së pari, në ditët e para, vlerësohet refleksi i kapjes, i gëlltitjes. Nëse fëmija nuk e kap mirë gjirin, ai ka nevojë për asistencë shëndetësore. Infermierja e konsultorit duhet jetë e pranishme çdo ditë derisa fëmija të mësohet të thithet dhe gëlltisi vetë. Zakonisht problemet tek prematurët ndodhin në 2 muajt e parë. Dhe në të tilla raste, kur pesha është më pak se 2 kilogram, pesha e lindjes, është mirë që fëmija të peshohet çdo ditë. Më tej peshohet çdo javë, ndërsa rritja në gjatësi monitorohet me ritme më të ngadalta, 1 herë në javë ose në 2 javë, mund të rritet 1 centimetër. Nënat gjithashtu duhet të vlerësojnë keqthitjen e ushqimit në zorë. Kjo lidhet me shenjat përkatëse që janë kolikat, qarja, fëmija që qanë me klithma në mënyrë periodike, tregon që ky fëmijë
ka fryrje të zorve ose vështirësi në jashtëqitje, dalje më të shpesh, pra tranziti i zorve është më i shpesh se zakonisht dhe fëmia nuk shton në mënyrë ritmike, por mund të ketë edhe konstipacion. Në të dyja rastet, mamat këshillohen me mjekun e konsultorit dhe rekomandohen probiotikët sipas nevojës. Kur duhet që prindrit të kërkojnë patjetër ndihmë mjekësore dhe të mos presin që situata të përmirësohet vetë? Një fëmijë që është aktiv, ngjyra e lëkurës është roz, nuk ka vështirësi në frymarrje, që shprehet kjo me lëvizjen e plegrave të hundës, temperatura e trupit është normale, se siç e tham, prematurët kanë temperaturë më pak se 36 gradë Celsius, edhe kjo është diçka që duhet i drejtohemi mjekut. Dhe tregus tjetër është pesha. Nëse nuk shton mirë në pesh, duhet i drejtohemi mjekut. Gjithashtu, nënat një në 10 raste ndodh që mund të kalojnë depresion postpartum, pas lindjes. Kjo shoqërohet me pasiguri të nënës për të ushqyer fëmijën, me shenja të ankthit, deri dhe marrëdhënia e prindit, e mamës me fëmijën, bëhet shumë e vështirë dhe ndikon kjo pra në të gjithë gjendjen psikoemocionale të nënës, po indirekt dhe tek ecuria normale e fëmijës. Duhet parë pse kjo nën ka probleme të ankthit dhe të depresionit, me çrregullime të gjumit dhe nga ana tjetër kërkon mbështetjen jo vetëm të bashkëshortit, po edhe të gjithë familjes, një mbështetje psikoemocionale, pushteti vendor gjithashtu në rrethe ka institucionet përkatëse që merren me ndihmat, duke ndihmuar pra mamat në nevojë, me këshillim psikologjik dhe mbështetje psikoemocionale, në mënyrë që ajo ta ushqej fëmijën sa më shëndetshëm dhe t'i shërbej, sepse 6 muajt e parë janë vendimtar në zhvillimin e poshnjës. Sidomos ushqyerja me gjë pra është shumë e rëndësishme. Sa i përhapur është realisht problemi i keq ushqyerjes tek foshnjat në Shqipëri dhe cilat janë arsyet më të shpeshta që çojnë në këtë situatë? Problemi duhet parë që gjatë varrës. Mbase nëna është keq ushqyer në muajt e fundit, sidomos të varrës, atëherë kur fëmia ka të rritjen maksimale, do me thënë ka marrë një ushqyerje të njëanshme, ose nëse nëna përdor alkoolin, duhanin, kjo patjetër do ndikoj tek lindja prematur, po edhe tek zhvillimi në përgjithësi i foshnjave. Nëse nëna ka smundje kronike, vuar nga diabeti, nga veshkat, ose nga tensioni i lartë, të gjitha këto do ndikojnë tek fëmia i porsalindur. Mëtej janë dhe medikamentet që mund të përdori mama. Ka disa prej tyre që mund të ndikojnë negativisht në ushqyerjen, rritjen, zhvillimin e fëmijës. Doktoresh, çfarë roli kanë kontrollet e rregullta te pediatri në muajt e parë të jetës dhe sa shpesh duhet të bëhen ato? Po, është shumë e rëndësishme.
kontrolli në muajin e parë të bëhet çdo javë. Në fakt shkon infermierja e konsultorit që i mëson në 2 javët e para mënyrën si ta kapi gjirin, si ta ushqej, oraret, ritmet, larja dhe përkujdesjet e tjera. Ndërsa deri në 6 muajt e parë është mirë të shkoj çdo muaj për kontroll të peshës dhe të gjatësisë dhe cirkumferenca e kokës. Çfarë këshille kryesore do t'u jepni prindërve të rinj për të shmangur situata të rënda si kjo që tronditi opinionin publik? Ushqyerja e shëndetshme e mamës do të ndikojë direkt tek cilësia e qumshtit të gjirit. Prandaj është më se domosdoshme minimumi 6 muaj fëmia të ushqehet me gji. Aty merr të gjithë proteinat, yndyrnat, karbohidratet në atë raport që është e vlefshme për group motion që është duke u rritur pra. Gjithashtu, të kujdesen për banjën, temperaturën e trupit, metabolizmin, fikjen e ushqimit në zorë. Nëse fëmia ka probleme me të dalën jashtë, ka fryrje të zorëve, ose konstipacion, ose dalje më shpesh se 3 herë në 24 orë, duhet të këshillohet me mjekun e familjes në mënyrë që ta ndihmojë me probiotikët përkatës dhe të siguroj një rritje dhe zhvillim normal të fëmijës, kryesisht në peshë, por edhe në këto indikatore të tjerë, siç tham, ngjyra e lëkurës që lidhet me sasinë e hekurit. Nëse nëna ka patur anemi gjatë barrës, shfaqet që në 3 mujorin e parë të lindjes tek fëmijët shfaqet një zbeje dhe një predispozicion për të sëmurur, për të prekur më shpesh nga infeksionet e stinës. Përdorimi i hekurit qoftë tek nënat në muajt e parë të barrës, në muajt e fundit të barrës dhe në 6 muajin e parë të ushqyerjes, do ta ndihmojë fëmijën që të rritet i shëndetshëm. Por gjithmonë këto suplemente jepen me këshillimin e mjekut të familjes, i cili e ndjek në dinamik rritjen dhe zhvillimin e fëmijës.